Ashtu siç ishte paralajmëruar, një stuhi e fuqishme ka mbritur në Shqipëri dhe vendet fqinjera e fortë përfshiu mbrëmjen e së martës qytetin e Vlorës, duke shkaktuar probleme në zona të ndryshme, ndërsa qytetarët dhe pushuesit u larguan me shpejtësi nga Bregdeti për shkak të rrezikut nga rrëzimi i pemëve dhe objekteve të ndryshme. Nga stuhia që zgjati vetëm 10 minuta në qytetin e Vlorës u rrëzuan pemë, u dëmtuan tendat e karrigeve dhe lokaleve si dhe çadrat e vendosura në plazhe. Ndërkohë disa nga karriget e lokaleve në zonën e Lungomares fluturuan nga era fort në rrugën kryesore. Pikërisht në këtë zonë, bizneset mblodhën çadrat dhe karriget për shkak të erës së fuqishme, që vështirësoi aktivitetin normal. Stuhia e furishme shkaktoi dëmet më të mëdha në qytetin bregdetar të Sarandës, ku disa persona mbetën të lënduar, ndërsa 3 prej tyre morën ndihmë në spital. Mësohet se ata janë plagosur nga thyrja e xhamave të automjeteve të dëmtuara nga rrëzimi i një pishe pranë stadiumit. Një prej tyre është goditur nga degët e një peme, ndërsa ecte me motor. Stuhia rrëzoi pemë të shumta në bulevardin e Sarandës, si dhe shëtitoren e Ksamilit, të cilat janë hequr gjatë natës. Ndërkohë disa zona kanë patur probleme me energjinë elektrike. Ndërkaq që autoritetet meteorologjike paralajmëruan se moti i keq që përfshiu Shqipërinë mbrëmjen e së martës po lëviz drejt Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Sipas autoriteteve, atje priten rreshje intensive shiu dhe breshër. Megjithatë, era parashikohet të jetë më e dobët se ajo që goditi Shkupin gjatë ditës. Paralajmërimi për këtë situatë ishte dhënë që në mëngjes nga Qendra Europiane për parashikimin e stuhive, e cila e cilësoi si një nga situatat më të rrezikshme të motit në rajon.